Kur e produktet e qëndrueshme, nëse mundal të kjo tavolinë, pesho që është e punuar me mbetje të qelçet. Sa kohë mundet me shku për me u punu kjo tavolinë, këtë rast kjo shtresa përmbi që është prej qelçet. Çu shkon procesi specifikisht për një produkt, sa kohë ju merr? Për një produkt na merr ne, domethënë 3 ditë. 3 ditë. 3 ditë, po kjo ka fazën e terjes, tharjes, edhe aty si kohë kështu, një tavolinë nuk na merr më shumë se 3 orë, por duhet faza e terjes në 3 deri në 10 ditë, varet prej kohës që është. Punimi domethënë më shumë se 3 orë s'merr kohë, po është faza e terjes, po. Sa punëtor vjen më angazhu për një tavolinë si kjo mallsi? Po, unë them, 2 punëtorë bëjnë për 3 orë, këto? 2 punëtorë për 3 orë. Po. Edhe këtë është punë artizanale, është kretë punë me dorë, edhe po dele bukur për shqitën. Çmimi nuk është shtrajt, po kemë kërkesa mjaft, edhe jem të lumtur me punën që po bëjmë.